Sot, siç e patë, seanca është fillu me një kërkesë për konsultim nga ana e kryesuesit të seancës, që në një dakordim të plotë, nëse ka në mes të grupeve parlamentare, në një shmangje të rregullores ose procedurës të paraparme rregullore, të dakordohemi që të takohemi më rrallë. Për arsye se 48 orëshi, i cili tashmë brenda këtij muaji, në vazhdimsi po përsëritet, po shihet se nuk po jep ose nuk e ka atë rezultat, përderisa partitë deri tashme të opozitës nuk e kanë asnjë reflektim në raport me përgjithësinë e tyre për zhbllokimin e punës së kuvendit. Edhe këtu sot dëgjuam deklarata në të cilën e para u akuzuam edhe një herë për shkelje, përkundrejt se a ishte një propozim me dakordim i cili nuk u mbështet dhe nuk u realizua, rrjedhimisht nuk ka asgjë që mund të quhet ose të deklarohet si shkelje, përveç se një përpjekje për të kthy paksa në një orar tjetër këto takime, dhe e dyta që asnjë nga 3 partitë të paktën ato që deklarohen nuk e ka një qëndrim të njëjtë mbi mbarvajtjen e procesit në seancën konstituive. Siç e keni parë, grupi parlamentar i PDK-s ka kushtet e tyre mbi kërkesat, mbi gjithësisht propozimet tona. Kërkesat e tyre kanë të bëjnë që nuk duhet jetë asnjë nga anëtarët e kabinetit Kurti 2. Grupi parlamentar i PDK-s përkundrejt se japin përgjegjësinë dikujt tjetër, dhe nuk e votojnë asnjë nga grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje, ndërsa grupi parlamentar i AK-s del me prezentime konkrete dhe sipas tyre janë 2 kandidatë që ata ne na sugjerojnë të i prezantojmë si kandidat për kryetar kuvendi. Prandaj, në këtë logjik, në cilin nuk ka as unitetin minimal ose dakordimin minimal midis 3 partive tjera, unifikuesja duhet jetë që të shkojmë secili grup parlamentar me propozimet që i ka. Grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje me propozimin e vet për kryetar dhe nënkryetar të parë të kuvendit, pastaj edhe grupi parlamentari PDK-s dhe LDK-s me propozimet e tyre. Se sipas logjikës paraprakit të tyre, i bie që edhe ne mos t'ia votojmë Lidhjes Demokratike në kryetarin e kuvendit, përderisa ata nuk marrin pjesë në asnjë propozim të Lëvizjes Vetëvendosje. Do të thotë, ekziston, siç e kam thënë edhe para disa ditëve këtu, një situatë paradoksale mbi kërkesat e tyre për ne, por edhe mbi interpretimin e tyre për përgjegjësitë që i kanë. Për arsye se edhe ata si të gjithë tjerët janë deputet që duhet të marrin pjesë dhe të votojnë në seancë konstituive, gjë që nuk po e bëjnë. Të paktën çka mund të bëjnë minimalen është për procedurë të votojnë, por nuk po votojnë. Prandaj në këtë situatë jemi, dhe ky ishte edhe propozimi i kryesuesit sot, cili siç e pat prap u refuzua nga ana atyre, të shohim se çfarë do të sjellin ditët në vijim në raport edhe me interpretimin e gjykatës kushtetuese për procesin e votimit, që tashmë gjykata ka dërguar informaten grupeve dhe deputetëve të kuvendit për lëndën. Si duket ke ardhur me këtë pyetje të gatshme dhe nuk e dëgjova deklarimin tim deri në fund. Sikur ta kishe dëgjuar, pjesën e fundit unë e thash, lënda është në gjykatën kushtetuese. Sikur ne të vini marrallë dhe ju do të vini të marrallë dhe qytetarët nuk do të ballafaqoheshin me këtë prezantim, nuk është problem. Po mendoj, ne jemi sipas detyrës nëse kryjm, ne po vim dhe po votojmë, ata nuk po votojnë. Por në rast se dëshirojnë që të dinë dhe të kenë një konfirmim mbi procesin e votimit, se ai proces është kontestu. Procesi i votimit të fshet, gjithsesi ndryshimi i procedurës së votimit në një seancë është kontestu nga grupi parlamentar i AK-s dhe me mbështetje edhe të nënshkrimeve të deputetëve të LDK-s dhe PDK-s. Prandaj nuk ka ende një interpretim të gjykatës, në rast se janë të barikaduar në ato pozicione dhe nuk e ndjejnë peshën e përgjegjësisë për të marrë pjesë në votim, as për procedurë, le të presim atëherë interpretimin e gjykatës kushtetuese, se nuk është që po bëjmë ndonjë hajër që po vim këtu çdo 48 orë, përderisa ata nuk po lëvizin nga pozicioni i tyre i mos votimit. Sikur të merrnin pjesë në votim, edhe do mund ta kishin rrëzuar këtë pjesë. Për arsye se thash e kam përsëritur, 56 deputet janë për, 1 është kundër dhe pjesa tjetër e deputetëve është më shumë se sa kjo pjesë e deputetëve që marrin pjesë në votim për komisionin për votim të msheft. Po i njëjti deklarim ka qenë edhe i kryetarit Partisë Demokratike, zotit Krasniqi, kështu që po mendoj që janë të njëjtën vijë. Ata kanë thënë këtë edhe në takim
të përbashkët me kryeministrin Kurti, por e kanë thënë edhe në takim të presidentja që asnjë nga anëtarët e kabinetit të Kurti dyshit nuk do të marrë votën, ose të paktën nuk e shohin ata që mund të mbështesin. Megjithatë më duhet ta shtoj këtu edhe elementin e mosbesimit që e kanë në deputetët e vetë, për arsye se në vazhdimsi po e kundërshtojnë votimin me procedurë të fshehtë. Do me thënë, ata nuk e kanë besimin që të gjithë deputetët të tyre janë të bindjeve të cilat po prezentohen qoftë nga kryetarët e partive apo nga përfaqësues të grupeve parlamentare. Po, Blerta. Jo mendoj Blerta që është leximi i gabueshëm se ata po dalin me alternativa për zgjidhje brenda nesh. Njëjtë sikurse ne do të mund të bënim alternativa dhe për ju themi atyre votoni. Kjo është e barabartë, e njëjta është, nuk janë ata më proaktiv në zgjidhje të situatës në kuvend. Në të kundërtën, ata janë në defanziv ose janë vetëm reaktiv ndaj propozimeve të vazhdueshme që vinë nga pozita. Prej takimeve që janë ftu për çështje të procedurës, tek takimi që nuk është realizuar për marrëveshje politike. Do të thotë ne kemi pas ftesën nga kryeministri Kurti për liderët që të takohen me dy partitë e mëdha që kanë në kryetar të kuvendit, që të bëjnë zgjidhje për votimin qoftë në pako qoftë individualisht të kryesisë së kuvendit. Do të thotë kryetares edhe 3 nënkryetarët nga 3 partitë kryesore. Përderisa ajo u tha që nuk është diskutim që duhet të bëhet për procedurë, duhet marrëveshje politike. Për marrëveshje politike ju drejtua Lidhjes Demokratike të Kosovës, me kërkesën për takim me zotin Abdi Gjiku, takim i cili as nuk pranoi të realizohet e LRM që të bëhet diskutim për marrëveshje politike. Përtej asaj ne zgjidhjet për diskutim ose për marrëveshje politike nuk mund t'i bëjmë si themi në këtë stihin ose në vrapin e duhet gjithsesi të kemi marrëveshje politike edhe me ata me cilit nuk kemi pas kompatibilitet ose nuk mendojmë se mund të ketë vlerë ose sukses. Ndërsa nëse ata mendojnë që ata e kanë zgjidhjen, edhe siç po deklarojnë duhet, siç deklaron AAK-ja qeveria opozitës, ose PDK-ja që thuhet se mund ta kenë kandidatin e tyre, le ta votojnë kryesinë e kuvendit dhe rrjedhen afatet. Do thotë janë 15 ditë mbas votimit të kryesisë së kuvendit që mandatari i parë e ka për të konstituuar, gjithsesi për ta prezantuar kabinetin qeveritar dhe për të marrë shumicën. Kjo është shumë e thjeshtë, por këta po insistojnë jo kandidatin e partisë së parë, jo kandidatët njëra po thëtë të gjithë anëtarëve të kabinetit qeverisës të kaluarit, gjithsesi këtyre në detyrë, tjetra thot nuk votojmë ne këtë që e vendosni ju ne nuk e votojmë, e ndërsa tjetra ka emrat përveçëm. Kjo është absurde. O duhet të kuptojnë që në këtë situatë nuk mundemi të bëjmë zgjidhje o të presim atëherë interpretimin e gjykatës kushtetuese, a kemi të drejtë të kemi proces tjetër të votimit në procedurë të konstituimit të kuvendit. Po, nuk e kuptoj pyetjen për arsye se Glauko Njufca nuk është kandidat për kryetar të kuvendit. Ka qenë në vitin 2021, njerë në 2019, pastaj në vitin 2021. Nuk është kandidat kryetari i kuvendit deri tashmë Glauko Njufca. Ne së pari që kemi trajtuar disa herë si themi dërgimin e pyetjes ose dërgimin e çështjes në gjykatën kushtetuese, por që nuk ka pasur një vendim i cili si till mund të miret i formsuar për të dërguar në interpretim. Megjithatë, siç e keni dëgjuar tashmë besoj, nga takimi edhe i drejtuesve të partive politike me presidentën e vendit, zonjën Vjosa Osmani Sadriu, është diskutuar edhe kjo çështje, që edhe presidentja gjësi zyra asaj të drejtohet gjykatës kushtetuese, natyrisht pasi që të ketë diskutim edhe me partitë politike. Do të thotë ekziston edhe një hap tjetër, ndoshta pas takimeve individuale që ajo do t'i ketë me drejtuesit e partive politike, që çështja të jetë edhe një herë e adresuar në gjykatën kushtetuese në raport me vendimarrjen e deri tashme, e cila ka të bëjë me verifikimin e mandateve dhe pastaj me procedurën e votimit. Çështjet e komenteve, natyrisht në momentin kur të gjykata i drejtohet grupeve politike për komente, atëherë do i shqyrtojmë edhe vlerësojmë situatën. Po nuk e di pse zoti Abdi Gjiku merret me parafrazim të deklaratave të kryeministrit Kurti.
Jo, më mendoj që ka shumë përfaqësues televizjes vetëvendosje që mund ta bëjnë atë, ndoshta shumë më mirë se zoti Abdi Xhiku. I takon të flasë për pozicionin e vet ose për ngujimin ose barikadimin që e ka Liga Demokratike për momentin. Na ka informuar kryeministri, edhe si grup parlamentar, edhe si përfaqësues të partive politike, me takimin te presidentja, gjatë së cilës është vërejtur që në takim qëndrime televizjes vetëvendosje, gjithsesi ato të prezantuara nga kryeministri janë të njëjtat në funksion të gjetjes së zgjidhjes për të dalë nga kjo blokad, përderisa nuk ka unitet nga 3 grupet tjera, gjithsesi nga 3 përfaqësuesit tjerë për atë takim, se si duhet të shkohet tutje të 3 partë, njëjtë sikur se e kishim për procesin para zgjedhjeve, e kanë njëjtë të 3 partitë politike kanë qëndrime të ndryshme, për të cilat ata flasin vetë, nuk dua të flas unë për ta. Ju falenderit shumë.